dua që kjo video të jetë thjesht si mesazh, po reflektoja pak, ndonjëherë të bëjnë mirë ato kafet vetëm. Se ke mundësi të reflektosh pak me mendimet që nuk ke pasur mundësi ndoshta ti sheshosh në përditshmëri, në gjithë atë vrulli në një dite që mund nis nga mëngjesi dhe mund mos përfundoj në darkë, por nis prapë, domethënë vazhdon gjatë gjithë darkës, edhe ai gjumi nuk është gjumë, edhe ajo qetësia nuk është qetësi, por ndonjëherë të duhet që një moment thjesht të ndalosh edhe të kuptosh ku je. Jam që nga momenti i parë kur nisa punë, nuk kam ndaluar së kërkuari punë. E di që mund të duket pak e çuditshme, sepse në një farë mënyrë ti thjesht qëndron me atë ndjesinë që ti duhet vazhdosh gjithkohës të përmirësosh veten. Ndonjëherë kjo mund të bëhet pak e lodhshme, por ndonjëherë ndjen që është thellësisht e nevojshme. Momenti kur duhet thjesht të kërkosh më të mirën për veten. Edhe ka disa njerëz që e bëjnë këtë gjatë gjithë kohës. E bëjnë këtë në lidhje me punën, e bëjnë në lidhje me shëndetin, e bëjnë në lidhje me çdo gjë tjetër, ama kur vjen puna për marrëdhëniet me njerëzit, ndonjëherë thjesht harrojmë të gjë. Harrojmë edhe pranojmë çdo gjë që na jepet, duke mos e kuptuar se sa shumë ndjesit gabuara po i lejojmë vetes në ato momente kur ne thjesht pranojmë atë që na jepet. Do t'ju bëja thirrje që mos e bëni këtë gjë. Personalisht më desh që të ndjesha shumë keq në një moment caktuar për të kuptuar se unë vërtet po lejoja atë që më jepej për të pranuar jetën time. Kur ndërkohë me jetën time, me gjitha gjëra që unë i bëj, me gjitha gjëra që mendoja se i kisha në kontroll, jam përpjekur që të bëj gjatë gjithë kohës më të mirën, pra mos lë asgjë çfarë më jepet. Por vërtet, domethënë edhe në momentin që e marr atë që thjesht është gjëja e fundit që mundet të kem për momentin, rastin në dorë, dhe siç ishte rasti punës, dhe pastaj thjesht të kërkoj për më të mirën. Dhe kur jam duke bërë këtë gjë me punën, pse të mos e bëj këtë gjë edhe në lidhje me marrëdhëniet njerëzore? E njëjta gjë më ndodh edhe me YouTube-in. Ky lloj njeriu jam unë. Pra, zgjohem në mëngjes, punoj, përpiqem që të sjell më të mirën, të mendoj gjatë gjithë kohës se çfarë mesazhi do t'jap sot për ndjekësit e mi në YouTube, të përpiqem që t'jem aty edhe për të dhënë një këshill, edhe për të dhënë një koment, edhe për të bërë një bisedë live, edhe për të kuptuar më shumë se si po shkon jeta e atyre njerëzve që më ndjekin, atyre njerëzve që më ndjekin me një lloj besimi, pra me një lloj prakticiteti, pra që janë gjatë gjithë kohës aty. Pra nuk e kam fjalën vetëm për ata njerëz që janë vizitor një herë në vit. Kam fjalën për njerëzit të cilët janë vërtet aty dhe janë duke ndjekur, janë duke më komentuar. E për ata njerëz them, është momenti duhet vërtet krijoj pak kohë edhe për ata. Krijoj pak kohë dhe thjesht ju them edhe atyre që ju vleni për mua. Sepse ky lloj njeriu jam unë, kjo është ajo çfarë unë jam. Dhe thjesht ndonjëherë harroj për cilësinë e gjërave që unë marr. Po mendoja, jo më larg se 5 minuta përpara. Unë e di këtë video ju do e shihni në darkë sepse do e publikoj më vonë, por realisht domethënë në këtë moment që po bëj këtë reflektim, po e mendoja këtë gjë. Unë po ktheja një përgjigje në Instagram, edhe është një person që e kam shumë për zemër, edhe po e mendoja, më ka shkruar këtë gjën, edhe po e mendoja në thellësi se çfarë mesazhi do t'i çoj unë atij. Domethënë nuk i ktheva përgjigje direkt. E hapa, e lash, edhe thjesht po mendoja disa nga cilat mund të zgjidhja, tipi i atyre përgjigjeve që t'jep ChatGPT-ja, që t'jep 2-3, edhe më thuaj cila është alternativa më e mirë. Dhe unë po mendoja disa përgjigje të tipit, t'i kthej përgjigje shumë serioze, t'i kthej përgjigje me humor, t'i kthej përgjigje që ta bëj atë për qeshur, t'i kthej përgjigje light, të thjesht, po di una. Po i mendoja gjitha këto. Edhe thash, shiko sa rëndësi i kushtoj unë një mesazhi që del nga unë, një mesazhi që niset nga unë për të përcjell dikujt tjetër. Ndërkohë, unë thjesht po mendoja për një moment, a ka njerëz atje jashtë që vërtet e mendojnë këtë gjë për mua? Domethënë në momentin që më shkruaj, në momentin që bëj një veprim kundrejt meje, a e mendojnë se çfarë impakti do ketë kjo gjëja te unë?
A e mendojnë se si do e presin këtë, a e mendojnë se çfarë ndjen ose çfarë percepton ky njeri nga ana tjetër, ose a e mendon se si po I shkon dita asaj dhe si do ta priste një mesazh të tillë. Nuk e di, realisht nuk e di, por nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka që unë nga ana ime e bëj këtë gjë. Pra, përpiqem kaq shumë t'ju jap njerëzve, t'ju jap më të mirën, t'ju jap ato që do donin ta dëgjonin ndonjëherë, edhe ndonjëherë nuk do donin ta dëgjonin, por ua them sepse ju dua më të mirën. Ndërkohë nga ana tjetër, cilësia e gjës që unë marr, jo gjithmonë është më e mira. Dhe thjesht po mendoja që njerëzit që dinë vërtet të japin, që japin gjatë gjithë kohës, pra siç mund ta konsideroj veten një njeri që jep. Një njeri që jep dashuri, jep mirësjellje, jep komunikim. Nuk besoj se ka pasur ndonjëherë një person që mund të dalë dhe të thotë që unë nuk arrita të komunikoj me migrenën, prandaj kjo gjëja nuk u zgjidh. Jam njëri që përballem edhe në vështirësi, edhe në të gjitha, madje ka raste në momentin kur e kam gabim, e pranoj gabimin, sepse jam njëri dhënës, pra t'jap edhe mirëkuptimin, t'jap edhe faljen, t'jap edhe, domethënë, jam njëri dhënës, por dua vërtet ta bëj këtë thirrje për gjithë ju të tjerë që jeni dhënës atje, për gjithë ju që nuk, domethënë, mendoni kaq shumë kur e përcjellni një mesazh, për gjithë ju që mendoni kaq thellësisht. Ju lutem vërtet, ndani një moment, edhe mendoni për cilësinë e asaj që merrni, sepse është thelbësore për t'ju mbajtur gjallë, për të vazhduar për të dhënë, sepse unë jam e sigurt që një pjesë e mirë e njerëzve që japin, pavarësisht se sa lëndojnë, pavarësisht se sa zhgënjejnë, nuk është se ndryshojnë këtë gjë. Do vazhdojnë t'japin, sepse ashtu janë të gatuar në mënyrë të tillë. Edhe disa gjëra pra janë pjesë e karakterit, edhe nuk është se ndryshojnë. Por në momentin që nuk e merr cilësinë e asaj, domethënë as minimalen e asaj cilësie, nga cila ti jep mesazhin, dashurinë, përkujdesjen, atë mirënjohjen, faljen, nuk e di, çdo lloj ndjesie, çdo lloj emocioni që ti jep, dashurinë. Në qoftë se nuk po e merrni atë gjë që ju po e jepni, të paktën në të njëjtën cilësi ose qoftë përafërsisht në të njëjtën cilësi me cilën ju e jepni, do t'ju sugjeroja me gjithë shpirt që të ndaloni një moment edhe ta shihni se kujt po ja jepni cilësinë më të mirë të gjërave. Sepse ndonjëherë disa njerëz thjesht nuk e meritojnë që të marrin më të mirën nga ju. Disa njerëz vërtet nuk e meritojnë. Sepse nuk japin asgjë dhe presin që ti t'i japësh më të mirën tënde. Disa njerëz thjesht e marrin për të garantuar që ti do t'ua japësh më të mirën tënde vetëm për faktin se mund të kenë shprehur një dëshirë ose mund të kenë thënë për një moment që shiko, okay, po të marr në telefon dhe ti tani që nga ky moment përderisa unë po të marr në telefon ti duhet patjetër të jesh aty gjithkohës. Nuk është kjo mënyra se si duhet bërë gjërat. Sidomos për një dhënës, për një njeri që vetëm jep. Duhet vërtet të mësoj të vendos kufi, sepse ata që marrin gjithmonë, ata nuk kanë kufi. Ata do të marrin gjithmonë. Edhe madje në momentin që ti mund ta ndalosh pak atë pjesën e dhënjes, pra të mos e kesh, do ta kërkojnë me ngulm si të mirëqen ato që ti ua ke dhënë deri tani si benefitin e ti. Pra thjesht për faktin që ti je ashtu. Edhe duke qenë se marrësit nuk kanë asnjëherë kufi. Pra do të vazhdojnë të marrin prej teje, do të vazhdojnë të marrin mesazhin e këndshëm, qetësinë tënde, mirënjohjen tënde, lumturinë tënde, do të vazhdojnë të marrin prej teje. Nuk do të vendosin asnjëherë kufi, nuk do të thonë asnjëherë, okay, ti u tregove shumë e mirë me mua sot, prandaj s'ka gjë mos u tregoje mirë me mua nesër. Jo, nuk e kanë këtë, kur nuk ka ndodhur kjo. Ama në qëse ti nuk të regohesh i mirë dhe ti vendos kufirin, nesër direkt do të sulmojnë dhe do të thonë që shiko po të ishe shumë e mirë dje, çfarë ndodhi me ty sot që nuk je kaq e mirë sa ishe dje. Dhe vërtet e them që është thelbësore që njerëzit që vetëm japin të arrin të vendosin kufit e tyre, sepse njerëzit që marrin nuk kanë kufi.
nuk kanë kufi dhe do presin prej teje gjithmonë më të mirën. Prandaj siguroni që edhe kohën tuaj më të çmuar, gjëja më e çmuar që kemi është koha. Në qoftë se keni mundësi, nëse duhet zgjidhni mes për t'ia dhënë atë një personi tjetër që ndoshta në fund ditës nuk do t'ju vlerësojë ose për t'ia dhënë vetes tuaj, jepja një vetes tuaj. Do dilni shumë herë më të lumtur, do dilni shumë herë më të përfituar, do dilni shumë herë më të qetë nga ajo çfarë ju keni nisur të bëni. Seriozisht e them këtë, sot mund kisha ulur dhe kisha pirë kafe me çdo lloj njeriu të mundshëm. Mund të thjesht kisha bërë një telefonat edhe të kishin pirë një kafe, por sot vendosa që t'jem unë, vetëm me veten time, me mendimet e mia, pas një periudhe shumë të gjatë, në cilën nuk kam pasur kohë as t'ulem edhe të shëshoj mendimet e mia. E ndonjëherë fakti kur ti je kaq i ngarkuar emocionalisht nuk të las të shohësh qartë çfarë po bën. Kujt po i thua po, kujt po i thua jo, kujt po i jep më shumë se sa duhet. Prandaj është shumë e nevojshme. Është shumë e nevojshme që në një moment të caktuar t'ia jepni kohën vetes tuaj. Edhe t'uleni edhe ta mendoni me thellësi atë gjë që po jepni. Shpresoj që ky mesazh të arrijë sa më shumë njerëz vërtet. Do të manifestoj që ky mesazh të arrijë miliona njerëz. Ju falenderoj që ishit këtu. Natën e mirë.